në moshën 4 vjeçare, Muhamedit alayhi salam do t'i ndodh një ngjarje. Një ngjarje në pamje të parë e frikshme. Një ngjarje e cila nuk përsëritet më asnjëherë në historinë e njerëzimit. Cila ishte kjo ngjarje? Ndërsa Muhamedi alayhis salam si foshnjë 4 vjeçare po luante me fëmijët e tjerë, vinë 2 burra të veshur me të bardha. E marrin këtë foshnjë Muhamedin alayhis salam, e shtrin atë në tokë dhe ja çajnë gjoksin e tij. E marrin, e shtrin në tokë dhe ja çajnë gjoksin e tij, duke ja nxjerr zemrën. Subhanallahu, çfarë ngjarje. Fëmijë i vogël, ta qash zemrën e tij, ta qash kraharorën e tij dhe t'ja nxjerrë zemrën. Çfarë është kjo? Çfarë po ndodh? Kush janë këto 2 burra? Çfarë kërkojnë këto? Ja nxjerrin zemrën dhe ja lajnë me një ujë në një enë prej ari, e lajnë me ujin Zemzem. Dhe një pjesë të vogël të mishit ja heqin. Subhanallah, çfarë është kjo pjesë e mishit? Çfarë kuptimi ka e gjithë kjo ngjarje? Më vonë tregon Muhamedi alayhis salam pasi u bë profet dhe thotë: këto 2 melek, këto 2 njerëz të veshur me të bardha ishin melek nga ana e Zotit, të cilët erdhën dhe ma pastruan zemrën time nga ligësia, ndërsa pjesa të cilën ma hoqën është pjesa, thot, në të cilën shejtani i mallkuar i bën vezvese njeriu.